Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemi në kapitullin e haxhit në librin Bulughul Maram të Ibn Hajar al-Asqalanit me komentin e Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Wa anhu transmetohet nga Abdullah ibn Abbasi anna imra'atan min Juhayna, se një grua nga Juhayna jaat ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, erdhi te pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe I tha, faqalet inna ummi nadharat an tahujja, nëna ime është zotuar me kry haxhin. Falam tahujja hatta matat, por pra ka është zotuar me kry një haxh, por nuk e ka kry atë haxh derisa ajo ka vdek. Afa ahujju anha, a mund bëj haxh për atë? Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë naam, po, hujji anha, mund të bësh haxh për të. Ara'ayti law kana ala ummiki daynun, pejgamberi alayhi salatu wasallam I tha kësaj gruaje, nëse nëna jote I kanë mbetur borxh dikun, e kunti qadaytahu, a do t'ja kthesh ti borxhin, pra do t'ja krysh borxhin asaj, pra nëse ajo I ka marr hua borxh dikun të holla apo diç, a do t'ja kthesh asaj pas vdekjes? Uqdu Allah, atëherë kryeni borxhin e Allahut, fa Allahu ahaqqu bil wafa, Allahu është më meritori që t'i përmbushet premtimin për të. Rawahu al-Bukhari, transmeton Bukhariu. Sheikh Uthaymin thot, nuk është përmendur kjo gruaja se cila është, lem yudhkar ayna ja'at, nuk është përmendur pra kjo grua, dhe sepse nuk ka qenë ndonjë urtësi për që të përmendet emri I saj. Juhayna fihi qabila mashhur, ndërsa Juhayna një fis I njohur. Nadharat, pra është zëtuar. Nadhar fi lugha, në gjuhën arabe do të thonë ilzamul mukallif nafsuhu ta'atan lillah. Nadhar është për qëllim kur dikush zotohet që e kryen një punë. Pra, nëse zotohet që e kryen një punë, qoftë ibadet, qoftë çështje të dunjas, zotohesh, pra njeriu e bën një zotim që ka me kryen një punë. Kjo është nadhar. Dhe nëse nuk e përmbush, atëherë duhet ose ta xheroj 3 ditë, pra duhet e ka obligim nedhrin. Është obligim me përmbush atë që zotohet. Dhe kjo është zotuar për kryen e haxhit, por falam tahuj hatta matat. Nuk e ka kry haxhin për cilën është zotuar derisa ka vdek. Yahtamil al-ma'na matat qabla an tahujja. An yudrika al-hajj, pra mund të është kuptimi që ajo pra ka vdek para se të vi, adraka al-hajj walakinha lam tahujj, ose ende nuk ka ardhur koha e haxhit dhe ajo nuk e ka kry haxhin, ose ka kalu koha e haxhit dhe ajo nuk e ka kry. Hujji anha. Thot Sheikh Uthaymin rahimullah, nga dobit e këtij hadithi është anna imra'atan min Juhayna, pra një grua min Juhayna. Hadhi majhula. Kjo është e panjohur se cila është kjo grua. Walakin jahalatuha la tadur. Që ne nuk ja dim asaj emrin dhe nuk ja dim kush është ajo, kjo nuk ka gjë të keqe, pra nuk na dëmton. Sepse kjo nuk ndikon në dispozit. Pra ne mësojmë rregullin në këtë hadith, edhe pse nuk e dim emrin e saj. Pastaj a ka qenë mushuar, a ka qenë re, edhe kjo nuk ndikon, sepse pyetja ka qenë e qartë dhe përgjigjja është marrë. Anna sawt al-mar'i laysa bi'awra. Sheikh Uthaymin e përsërit nga dobit në këtë hadith se zëri I gruas nuk është avret. Pra zëri I grave nuk është avret. Li'annaha ja'at tasal an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ajo ka ardhur e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa sahabët yasma'unaha, sahabët e dëgjojnë atë. Po ashtu lejohet an-nadhr, zotimi. Lejohet me u zotu, edhe pse ka argumente tjera të cilat nuk preferohet me u zotu.
Po ashtu pi dobive që i përmend Sheikh Uthaymin rahimahullah, ithbatul qiyas. Me këtë argumentohet qiyasi. Pra prej burimeve të shariatit është Kurani, Suneti. Me çka argumentojmë na? Me çka argumentojmë ne për një çështje që është halal apo është haram? E para e kemi Kur'anin. E dyta e kemi Sunetin. Po ashtu për i burimeve të shariatit përmendet që është edhe qiyasi. Çka do të thonë qiyasi? Qiyasi është analogjia. Analogjia. Për shembull, çdo ushqim apo pije, për shembull, siç është droga, nuk ka tekst qartë e cila e qartëson që droga është haram. Por ne kemi argumente nga Kurani që na ndalohet alkooli, që na dëmton mendjen, argumente tjera që na dëmtojnë shëndetin. Dhe këtu e bëjmë analogji që alkooli droga është haram. Pra bëjmë analogji. Dhe një nga argumentet që analogjia është e ligjshme në Islam, krahasimi nga një argument që ndalohet apo lejohet një çështje, mund të marrim për një çështje tjetër, është edhe ky ithbatul qiyas wa annahu hujjatun shar'iyya. Pohimi, ligjshmëria e qiyasit. Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam nadhraha qasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nadhraha ala ad-dayn alladhi yuqda. Ai ka marrë shembull borxhin. Pra nëse një njeri vdes, duhet ja krym borxhin atij që i ka mbetur. Ka argumente të qarta që na qartësojnë që duhet vdekurit me ja siç ka ardhur në argumente që shahidit i falen gjitha, është përveç borxhit. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ja ka marrë asaj shembull, i ka thonë borxhin e nanës ti, a e kryen? Ka thonë po. Atëherë nga kjo merret analogji që edhe i ka marrë shembull pejgamberi alayhi salatu wassalam që përderisa ti e kryen obligimin që i ka pas kjo ndaj robit, atëherë obligimin që është zëtuar për Allahun, kjo është edhe më madhështore, më e rëndësishme. Prandaj nga kjo marrim shembull që ka analogjia është një prej argumenteve të shariatit. Husnu ta'lim an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nga dobit e këtij hadithi është mënyra e mirë se si sa bukur i ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam muslimanët. Ju ka marrë shembull. Sepse bihaythu yubayyinu al-ma'qul bil-mahsus. Shumë gjëra njeriu nuk mund t'i perceptojë. Mendja njeriu nganjëherë nuk i kupton. Mirë po, ja sjell një shembull të thjeshtë dhe ati i qartësohet. Njeriu i sjell një shembull dhe ati i qartësohet. Për këtë Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë in Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allahut nuk i vjen turp që të sjell shembull qoftë edhe një milingon apo bobrec. Qoftë edhe më i imt apo më i madh, më i vogël apo Allahut nuk i vjen turp me sjell shembull. Dhe nga shembujt është që Allahu ka përmend që ata të cilët adhurohen përveç Allahut padrejtisht, ata nuk mund ta krijojnë edhe një mizë. Allahu ju ka sjell shembull mize. Nuk munden. Edhe nëse miza han diçka, ata nuk munden m'ia kthy ato që e han miza, nuk mund të nxjerrin. Pra shembuj të ndryshëm ka përmend Allahu në Kur'an dhe nganjëherë kur njeriu nuk i percepton logjika, me shembuj konkret ja qartëson. Me shembuj konkret. Pra, njeriu thot njeriu nuk mund ta kuptoj një çështje dhe ti i thu sa ke fuqi më ngriti nga pesha? Pra 100 kg, 70, 80. Pse s'ke fuqi ti më shumë se 100 kg? Sepse je i dob. Sa shikueshmëri mundesh me pa? Pra, kufizohen metrat të cilat ti sheh. Aty ndalet shikimi. Sa dëgjon, kështu është edhe kuptimi i fesë. Pra e merr një shembull konkret për me kuptuaj, dhe ka shumë shembuj të ndryshëm që i ka përmend pejgamberi alayhis salatu wasallam dhe shembuj të Kur'anit. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wasallam kësaj gruaje që ka pyet për haxhin, a me kry haxhin për nënën e vet që është zëtu, ja ka marrë shembull borxhin e saj. Borxhin sikur e ka një borxh që duhet me kthy. Kështu thotë Sheikh Uthaymin, duhet mi marrë
shembujt pejgamberin alayhi salatu wasallam se si më mësuan njerëzve fe. Pastaj e kemi një hadith tjetër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nga Ibn Abbas transmetohet, ka thënë kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasallam yakhutub, duke marrë një khutbë. Yaqul, dhe duke thënë: La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dhu mahram. Të mos veçohet një burr dhe një grua përveç se në mesin e tyre të jetë një mahram i afër. Wala tusafiru al-mar'atu illa ma'a dhi mahram. Dhe të mos udhtoj gruaja përveç se me mahram. Faqama rajulun, kështu ka thënë pejgamberi sa, mezhlis është ngrit një njeri dhe ka thënë: Ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, inna imra'ati kharajat hajjatan. Gruaja ime ka shkuar në haxh. Wa inni ktutibtu fi ghazwati kadha wa kadha. Dhe unë jam zotu apo e kam marrë vendim, pani, unë kam marrë vendim që më marr në betejë, një prej betejave më shkuan në betejë, luftë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë: "Intaliq, nisu shko me gruan tonë në haxh, fa hujja ma'a imra'atik." Shko me gruan dhe bën haxhin me gruan tënde. Muttafaqun alayh. Muttafaqun alayh Buhari dhe Muslim. Thot shehu yakhutub, mani khutbah. Thot, mund tjetë hutbe gjatë ligjëra, pra, më falni, yahtamil an takuna hadhihi al-khutba 'ala al-minbar wa yahtamil an takuna sa'ir khutba bil awarid. Pra mund tjetë hutbja në minber apo mund tjetë hutbe jashtë minberit. Dhe thot Sheikhu Udhaymini, hutbet janë dy lloje të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Khutba, një ligjërim i cili ka ardhur si rezultat i ndonjë shkaku për me qartësu pejgamberi alayhi salatu wasallam, apo khutbe që janë lloj tjetër siç janë ratib, që quhen ke khutbatil xumas, sikur është hutbja e xumas apo e dy bajrameve. La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dhu mahram. Të mos veçohet një burr dhe një grua përveç se me ta të jetë një mahram. Kështu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam një burr është për qëllim al-baligh. Pra i mosh rritur. I mosh çon pubertet. Bi khilaf al-dhakar fa innahu yutlaq 'ala al-baligh was-saghir. Dorsa dhakar është mashkull. Arabisht ar-rajul është burr. Al-dhakar është mashkull. Dhe këtu mashkulli përfshihet edhe i rritur dhe i vogli. Ndërsa kur thu ar-rajul burr, këtu përjashtohen fëmijët. Prandaj, kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të mos veçohet një grua me një burr, përveç se me të ketë një mahram. Pra nuk ka thënë të mos veçohet një grua me një mashkull, sepse këtu përfshihet edhe fëmia. Prandaj, illa wa ma'aha dhu mahram. Po ashtu ka thënë imra'a, grua, nuk ka thënë femër, se femër përfshihet edhe fëmia i vogël, vajza e vogël. Wal mahram, kush janë mahram? Mahremi. Pra ne përdorim mahram, e dim kur po thuaj se është bërë si term i njohur mahremi. Pra shkon me mahram, a ka në ka mahram, zakonisht martesa, fejesa, në udhtim, a është me mahram apo mahram e kështu me radhë. Mahram zawjuha, mahram është burri i saj, dhe të gjithë ata të cilët pra e ka të ndaluar me u martu me ta. Burri i saj që martohet për një grua dhe të gjithë ata të cilët e ka haram u martu. Kush është mahram për një femën? Bashkëshorti i saj dhe të gjithë ata të cilët e ka haram me u martu. Pra këtu më njëherë përfshihet vllau, djali vllau, djali motë. Pra dhe këtu janë wal muharramat, pra të ndaluar janë bi nasab au ridha au musahara, pra tri lloje. Mahremi përfshihet në tri lloje. Është për shkak të përjardhjes, nasab, dhe për shkak të ridha, që ekipi i gjinit, dhe musahara, që përmendim bim. Muharramat min an-nasab, ato që i kitë ndaluma, pra mahram vjen për fjalës haram, ndalua.
Pra ndaluar ki më martu me ta, për këta ki mahram, haram. Muharramat min an-nasab, ajo çka e ki ndaluar nga ato që e ki ndaluar pra nga gjaku, me thënë, ذكرهن الله في قول الله ka përmend në Kur'an. حرمت عليكم الأمهات حرمت عليكم أمهاتكم. Allah ka ndaluar që të martoni me nënat e juaja, wa banatu, është surë Nisa, wa banatukum me vajzat e juaja, wa akhawatukum wa ammatukum në motrat, hallat, tezet, wa banatul akhi, vajzat e vllajt, wa banatul ukhti, vajzat e motrës. Këto 7 lloje që i kanë ndaluar. Po ashtu njëjtë është min ar-radha'a. Çka do të thonë nga gjini? Yahrumu min ar-radha'a ma yahrumu min nasab. Ajo çka është ndaluar nga ajo që konsiderohet pra edhe nga gjaku haram, konsiderohet edhe nga gjiri. Krejt afërmit pra sikur nëna që të ka lind biologjike, edhe nëna prej gjiri, të gjithë afërmit e saj i ki haram u martu. Vetëm se kjo është nënë prej biologjike që të ka lind, ndërsa kjo është nënë prej gjini. Dhe me thonë, e ki të ndalume me u martu me ta. Omi në sëhr është umu zauge, pra nëna e bashkëshortës, pra vjehra, o bintuha dhe vajza e saj, o in nezelet o zaugetul ibn, po ashtu reja është haram u martu me ta, o zaugetul eb, përfshien do me thonë edhe gjithë ata, o zaugetul eb, bashkëshortja e prindit po ashtu, që nuk e ke non, o in ala hadhi l-arba. Fjala pejgamberit alayhi salatu wassalam, la yakhluwanna rajulun, të mos veçohet me një burr. Kelimatu rajulun nakra fi siyaq an-nahy. Sheikh Uthaymeen rahimahullah ka thënë la tusafir, të mos udhtoj. Këtu përfshihet la tusafir, të mos udhtoj përveç se me mahram. Amun yashmal ash-shab wal-kahl wash-shaykh wa dha-shahwa wa man la shahwa. Më falni, kur thot mos veçohet me burr, këtu thot burri s'ka rëndësi a është i pjekur apo i papjekur, apo a është e psharak apo është i moralshëm, nuk e ka detaju këtë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pra nuk ka dhënë hapësirë. Që nën kupton se të mos japësh hapësirë ti më thonë a filani është besnik edhe të udhtoj me to. Këta nuk e lijon shariati. Apo të themi se ky është njëri që nuk kemi besim në udhtim dhe me këtë ndalohet. Apo me thonë ky është i mushuar edhe ke drejt me udhtu me to. Janë të qartësuara këto. Po ashtu, ku thot femër, thot Sheikh Uthaymeen rahimullah, tashmal ash-shabata wal-kahla wal-ajuz wal-qabiha wal-hasana. Këtu përfshin femër e cila është e bukur dhe pa bukur, plak dhe jo plak. Pra në hadith nuk ka ardhur kushzim që s'lejohet me u veçu me një femër e cila është plak, përveç nëse është plak, falni. Apo është haram u martu, apo më falni, është haram me u veçu me një femër nëse është e bukur. Jo, pavarësisht a është e bukur apo nuk është e bukur, këtu shariati i mbyll të gjitha rrugët të cilat mund të jetë i drejtë i shejtanit. Me l-hikme, ku është urtësia, thot Sheikh Uthaymeen, sepse shejtani yadkhul bainahuma fi hadhihi al-hal. Shejtani hyn këtë i treti edhe fe yuwaswis lir-rajul wa yuwaswis lil-mar'a. Pra përshpërit ngacmon shejtani mashkullin dhe femrën. Wa tahsul al-fahisha, dhe ndodh e keqja. Wala tahqiranna shay'an, dhe më asnjëherë mos thuani se mos e nënvlerësoni duke thënë se kjo është e vjetër, apo në anën tjetër thush se ky njeri është i moshuar, lënë shejtani qad ya'uzzuhu, sepse shejtani është ai i cili e nxit. Prandaj kjo është mbyllje e dyrëve që të jemi të kujdesshëm.
illa wa ma'aha dhu mahram, përveç se me të me pas mahram. Kelimet mahram, po ashtu Shejk Uthaymini thotë fjala mahram, këtu e përfshin amun, tashmal as-saghir wal-kabir. Edhe ai që është i moshuar, edhe ai që është i ri. Lakin ahli al-ilm qalu la budda an yakuna balighan. Mi po dietar thonë patjetër me qenë moshën e pubertetit. Nuk mjafton me qenë fëmijë. Wala budda an yakuna aqilan. Po ashtu kurzojnë me qenë edhe i logjikshëm. Pra mos me qenë i çmendur. Mos me qenë i çmendur. Po ashtu diskutojnë dietarët, a mjafton me qenë, a duhet me qenë edhe mos me qenë i verbër për shembull. Por Allahu alem, وإن كانت حماية هذا الأعمى لمحرم ضعيفة بلا شك إذا قد يشير أو يضحك أو يغمز بعينه وما شابه ذلك هذا محرم لا يدري. Pra nëse është në një gjendje që nuk mundet pra me pas në kontroll udhëtimin e tij, atëherë sigurisht se kushtohet edhe kjo dëgjimi apo shiqimi, Allahu alem. Pastaj ka thonë pejgamberi alayhis salatu wasallam wala tusafiri al-mar'atu illa ma'a dhi mahram. Dhe të mos udhtoj gruaja përveç se me mahram. Es-safar thot Sheikh Uthaymeen rahimullah, es-safar është për qëllim e përmend se summi safaran li an yusfir an akhlaq ar-rijal. Një nga komentet, kuptimi i fjalës safar udhtim është se në udhtim dalin shesh cilësitë e njerëzve. Për shembull, në të kaluarën kanë udhtuar një muaj. Të kaluarën kanë udhtuar një muaj, 2 javë. Dhe ka pas vështirësi, ka pas lodhje, ka pas uri, ka pas ftohje. Dhe këtu janë dalë në shesh edhe janë zbulu karakteret e shokut, cilësitë e shokut. Për këtë arsye, në udhtim njeriu e dallon shokun e vet, e dallon mikun e vet. Ja njeh karakterin e tij, e njeh sa është durimtar, e njeh sa është edhe trim, sa është edhe bujar, sa është domethënë sa është agresiv. Gjithta këto në udhtim. Por thot Sheikh Uthaymini, kjo pothuajse nuk vlen kohën që ne jetojmë, se ti ulesh në aeroplan 2 orë dhe aty nuk mund t'ia zbulosh cilësitë e udhtimit. Edhe pse në shumë raste, domethënë në udhtime të gjata apo në kohë të haxhit, në përgjithësi i vlen shihni domethënë njerëz kur udhtojnë haxh, zakonisht me njerëz të cilët shkojnë e njihen, ja jap një vlerësim pas haxhit, thotë filani ishte shumë njeri besnik, ishte shumë njeri mirë, ishte shumë njeri apo në anasjeltas. Pse? Sepse pas një qëndrimi të disa ditëve nxjerrët në pa karakteri i njeriu. Thot një pej apo ma vonë përmend Sheikh Uthaymeen rahimullah, që mos ta harrojmë, një prej dietarëve thotë kam shoqëruar Ibn Omerin radiallahu anhu në udhtim me qëllim që me shërbiju në ati, thotë edhe në fund thotë më ka dominu e më ka shërbiju ai mu. Thotë udhtimin që e ka bëu me Abdullah ibn Omerin radiallahu anhu ka qenë qëllimi me shërbiju ati. Dërsa thotë ai më ka shërbiju mu. Do me thonë argument që njeriu në udhtim e vren karakterin e tij. Pastaj fjala e pejgamberit alayhis salatu wassalam thot Sheikh Uthaymini qala fihi al-fuqaha, fuqahat kanë thonë udhëtimi përfshin udhëtimi gjatë, yashmal as-safar at-tawil wal-qasir, pra pavarësisht a udhëtimi gjatë apo i shkurt, udhëtim që konsiderohet duhet të shoqërohet me mahram. Pastaj fjala e pejgamberit alayhis salatu wassalam intaliq hadha fi'lu amrin, ati njeriu të shko edhe shoqëroj gruan tënde. Hujj, pra bën hujje, bën hax. Kjo وقد امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يدع امرا مرغوبا به. E ka urdhëruar me braktis xhihadit. Një punë që ka qenë pra farz kifaj në atë moment sigurisht, wa hiya dhirwatu sinam al-islam. Ajo është një prej kreatorëve të islamit, është kulmi i islamit. Li yahujja ma amratihi, që me lon këtë vepër madhore, haxhin, xhihadin për me shku me shoqëru bashkëshorten e tij
në haqë. Min fawaid hadith, hadha al-hadith, nga dobit e këtij hadithi që përmend Sheikh Uthaymin rahimahullah, thotë është hirsun nabi sallallahu alaihi wasallam ala iblaghi ash-shari'a. Kujdesi pejgamberit alayhi salatu wassalam që më na bart neve mesazhet e qarta të Islamit. Na ka qartësuar si për rregullat e haxhit, për rregullat e udhëtimit, që të na ruajnë moralin, na ruajnë nderin, që të ngrit pejgamberi alayhi salatu wassalam në hutbë. Pastaj tahrim khalwat ar-rajuli bil mar'a. Wal asl fi an-nami tahrim. Na ka qartësuar që është haram u veçu burri me një femër, me grua. Umum hadha an-nahy. Jawaz khalwat as-saghir bil mar'a. Lejohet as-saghir bil mar'a. Fëmia i vogël lejohet mu veçu me një femër. Ku marrim argument të Sheikh Uthaymin, sepse pejgamberi sa më ka thënë nuk lejohet burri me u veçu me një grua. Që do të thotë një fëmijë i vogël që s'është moshën e pubertetit lejohet mu veçu me një grua. Yufhamu min hadha al-hadith, nga ky hadith qartësohet se lejohet mu veçu një grua me një grua, s'ka gjë të keqe. Pastaj një nga dobit që i ka përmend Sheikh Uthaymin rahimahullah, që sigurisht asnjëherë në mendjen tonë nuk besoj që do të shkon te kjo, jawaz khuluwi al-qird bil mar'a. Lejohet mu veçu majmuni me një grua. Pra majmuni lejohet, u tukhadh min kalimat rajul, sepse pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka kurzu shprehjen rajul, burr. Lakin yaqul Sheikhul Islam, thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, إذا خيفت الفتنة بأن كانت هذه المرأة تستعمل القرد كما يستعملها الرجل فإنها تمنع. Nëse ka frikë që një gruaja pra sillet me një majmun, sikur sillet bën veprime provokative sikur bën me bashortin, fa innaha tumna, atëherë më njëherë ndalohet. Lëna ba'd al-qurud yata'allaqu bin nisa. Ka thot majmuna që kanë epsh për gratë. Jawaz khuluwi ar-rajulayn bi imra'a. Ka ky hadith thot Sheikh Uthaymin lejohet veçimi i dy burrave me një grup. Sepse pra në një moment, në një diçka do të thonë që është e nevojshme e dunjas, pra nëse janë dy burra, edhe është prezencë një motër muslimane, kjo është tjetër, kjo është do të thonë tjetër. Dhe janja, çka na thot Sheikh Uthaymin rahimahullah, inayatu ash-shar'i bil mar'ati. Pra ata të cilët mundohen me nënçmu, do të thonë islamin që e ul femrën. Thot Sheikh Uthaymin rahimahullah, inayatu ash-shar'i bil mar'a. Ky hadith e qartëson, pra kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nuk lejohet me udhëtu gruaja përveç se me mahram në haxh. Kjo tregon çfarë kujdesi të madh ka femra në Islam. Haythu harisa ala himayatiha wa hifdhiha bi istihab al-mahram. Pra kujdes i veçantë për një femër që të ketë shoqërues në udhtim. Wa hadha la shakka annahu min akbar ma yakunu min al-ikram. Thotë dhe këtu nuk ka dyshim që kjo është pika më të larta të respektit ndaj një femre. Këtu ka respekt për femrën. Li'anna ar-rajula yadhhabu li wahdihi. Njeriu shkon vetëm në haxh, lakin al-mar'ata la budda laha min insanin yahmiha. Gruaja e cila shkon haxh patjetër duhet të ketë një njeri i cila kujdeset për të. Wa yahfazuha kal haris. E ruan atë sikur një truproje. Wal jundi ma'al amir, sikur ushtar që janë me emirin. Pra, a ka burr shtetas i cili merr një udhtim vetëm? Absolutisht se jo. Çdo herë emiri i shtetit apo ndonjë qyteti udhton me roje rreth tij. Fal jundi ma'al amir yahrusu ikraman lah. A është për me ul autoritetin e tij, apo për me mbrojt autoritetin e tij, apo për me ruajt nderin e tij? Domthon, kjo është nderim,
kur një njeri ecë dhe ka për rreth truproje një shoqërues që e ruajnë atë nga çdo ngacmim apo provokim i mundshëm, qoftë i madh, qoftë i vogël, la shakka thot Sheikh Udhaymini anna istihaba mahrami al-mar'ati laha min makramatiha wa himayatiha wa inayati ash-shar'i biha. Pra s'ka dyshim se kjo është kujdesi i madh i shariatit që e ka për një femër. أنه لا بد أن يكون المحرم ممن تمكنه صيانتها. Kjo tregon çfarë kujdesit madh ka gruaja në Islam. Këto ishin disa lidhje me këtë hadith, inshallah, dersin e ardhshëm do të flasin hadithin tjetër që përmendet an shobruma që haxhin bedel që mundem me kry për diku tjetër. وصلى الله وسلم على نبينا محمد